Njëta ku bëllë dhe ty. Sheqeri nuk është që i mirë, i shëndetshëm për njeriu. E një du me mbush pak ma shumë me çokoladë se këto e kom për veti. Miq të RTI-s, përshëndetje dhe faleminderit që po na ndesni. Jena sot bashkë me Fitoren, kina mi përgatit disa mafinca. Fitoria kom i përgatit, njëkohësisht edhe kom na tregu recetën që është përgatiten mafincat, ke tregu që janë të shishëm. E sot kam pas rastin shikuesit e RTI-s që marrë këtë recetë shumë të mirë dhe të shishme të mafincave nga Fitoria. Fitore, mirë se erdhe, e faleminderit që nuk pritove me ndo kohë për neve dhe për shikuesit me na tregu këtë recetë. Ju falenderoj për ftesën, shpresoj që ka më dalë receta ashtu siç e keni përshkruar, edhe shpresoj që kur i provoni ju pëlqejnë. Tu e besu që Fitoria është kaq e zoja, s'ka çare pa dalë mirë. Veç tregona ka dalë produktet çysh i bën, tek i bën edhe çysh me i përgatit mafincat. Në rregull, atëherë ne i marrim fillimisht 4 vezë. Okej. Pastaj i kemi sheqerin. Mosër e sheqerit do më thonë është me 100 gram, po për shkak se i kemi bë 4 vezë, tash e 2 fishojna. E kemi vanilën, 2 vanila, 2 sheqer pluhër ose pluhër për pjekje. Po. E kemi vajin, qumshtin, edhe i kemi këto 2 produktet për dekore. Për dekore. Receta ka qenë shumë e thjeshtë prej fillimit, 2 vezë. Po. Këtë ka 100 ml, edhe vaj, edhe qumësht. Po për shkak që na këtu jena pak ma shumë do fëmije, do që shto, dashto me shtu sasin, edhe e kena obligu Fitoren që me 2 fishu masën, në mënyrë që me dalë pak ma shumë mafinca, po. Kështu që besoj që kjo masë është ma e përshtatshme edhe për krejt ata që dojnë përgatit. A fillojmë? Qka kishë nevojë me ndihmu, onë të ndihmoj? Fillimisht na duhet sheqerin edhe vezë me i bo bashkë. Këto i kena mat, apo? Po. Edhe me vazhdu me sasi, edhe pse po vazhdoj ma mirë me luk, puna që me dit pak ma sakt. Okej. A do një luk ma të madhe? Jo, mirë është. Okej. Sa gram sheqer? Tash 200. Okej. Për 4 vezë 200. Okej. Po se unë për shembull që i kom marak të amlat, kom qitë citinca pak ma shumë. Është pak ma shumë sasia dhe për këtë arsye. Ta tregoj një sekret. S'është sekret, po pitet me kungull i du ekstrem shumë, më pëlqejnë tepër shumë. Edhe so herë gatuj ke nana jeme kungullur, unë gjithmonë tinza jam shkuj kum qitë sheqer ma shumë. E kështu është kur po habite diçka dhe me sheqer, sa më pëlqejnë pak ma tëmbël. Njëta ku bëllë dhe ty. Sheqeri nuk është që i mirë, i shëndetshëm për njeriun, po megjithatë. Qefi ma i madh se sheqeri. Atëherë ma vazhdojmë me përgatitjen ose përzimin e këtyre 2 produkteve, po. Ene ne kena ndru se që kjo ju do Fitores ma përshtatshme. Mirë, atëherë pasi i kemi përzirë këto 2 produkte, vazhdojmë me qumshtin edhe vaje. Ti e din çka bën, unë veç po këshyri dhe po pres kur pjeken. Pra, vazhdojmë me këto 2 produkte, me tunë në mikser. Okej, vazhdojmë me sasinë e miellit. Pastaj, për këtë pjesë që e kemi 2 fishu, dhe më thonë, tash duhet 30 lugë miell. Për gjithë masë. Amo, pavarësisht që masa është 30 lugë miell, na më duket pa përdurat në silë matë se tonë kështu me sy. Patjetër. Nuk mujna me vendosa, është kështu. Aja qëtë krejt, apo do një përzi njerë? Jo, pjesën e fore vaj kështu, masi veç e kena 2 fishu, dhe pjesën e dyta ne e vazhdoj tutje, pastaj i qes për ripërkike. Okej. Do këtë jena ka përfundimi i përgatitjes masës për mafinca, që tash të kena edhe që na ka mbet edhe pluhuri për pjekja, po? Edhe sheqer vanilje. Kështu me të pyet realisht, a bën që shto për shembull dhe me përgatit millin e krejt, mandej me aqit pluhurin për pjekja? Po. Shumë ide e mirë. Se unë kam një telashe me këto pandispanjen kur e përgatis. Kur të pjeket fryet bëhet tepër e mirë, thu çfarë torte kom shit. Kur del shfryet. Jo, asnjëherë s'kam pas. S'po moj me ditë pse çashtu bëhet. Do ajo asnjëherë, kapten mua nuk kam kanë. Jo, s'po moj me ditë pse po ndodh çashtu. Shumë po më intereson me gjithë. Ndrojë veç metodën. Po ç'është me bë? Kam e Okej, atëherë po vazhdojmë me pluhurin për pjekje dhe sheqer vanilën. Po i vendosëm tek pjesa e brumit.
Edhe pi tundim prapa, po? Okej. A shëtrosh masa tamam? Okej. Fitora me ndalë urën pak temperaturën? Dhe 200, statë 200 gradë. Pra fillimisht furën do të me lëshu mund nxehtë, sot pa temperaturë. Tani para se të shtimu pjekë me ullë temperaturë. Arsye që mos me ullë pjekë me një intensitetin. Okej, atëherë brumi veç është gati. Mirë atëherë për mosën, veç Fillojna me gati. Për me mbush, apo? Me qenë se jemi në përfundim të brumit, brumi është i gatshëm, tash jena të mbush këtu, apo? A të ndihmoj e dhone pak? A do? Si shpërdjan. Ose që është dush, ndash këqyri. Ma letë unë vjenë kështu, adi. Bravo. Po vazhdojna me mbushjen, po vetëm që mos me qenë pak më të kujdesshëm. Une pëndimoj fitores pak me i dekoru, e një du me mbush pak ma shumë me çokoladë se këto e kom për veti. E këtyne tjera që është mujna, diqysh, sështë të lashe, a fitore. Ti që shëdën, ma me shumë çokoladë, apo që shëdën ti? 5-6 cupa, si cilës është e mjaftueshme, sepse këtu kur ju bjen temperatura e shporetit, Okej, shkrijena. shkrihen dhe është mos e Do me thonë mjaftueshme. që kjo është përve jemja, se po sheka. Që ko pak ma shumë. Këto dekorët janë vasisht si pas dëshires kush dënë që ka dënë, apo fitore? Po, munden me ndru, munden me shtu edhe mrana, zakonisht në kusht të shtëpije kurone i përgatiti për familjen time, edhe branda vendosi orra, roshterën, edhe vendosi aerokrem ose Nutella, cilën ndër të shoftë... Kështu, me rëndësi është që kjo brumi që shbohat. Se kur qajet bëhat mirë, dekorët janë plus. Kur ajo nuk bëhat mirë, sa dush dekoroj me çokoladë me gjithçka, shkon. Kështu që kur që kjo është e mirë, këto janë sipas dëshires. Atër po vazhdo në vendosin e furë. Derisa të na pjekë mafinsat, na po pina ka një kafe me fitoren. Edhe të shijojna pak muhabet. Edhe ato pjekën. Sepse kot s'kem që ka me nejta. Me qenë se kena me dëgju shumë prej fitores, faleminderit edhe njëherë që ke ndo kohë për neve, me na tregu një recet. Po tash interesi nuk është vetëm të receta. Na e dina që ti ki shumë për me na tregu edhe rreth jetës tone profesionale. Si që din shumica ti ke qenë edhe drejtoreshe një qerdes në komunën e Drenasit, jem si mdhancë e gjuhës Shqipe, e di që gjatë mandatit tanë sigur drejtoresh ke pas kogja suksese në punë. A mundesh ka pak më na tregu, sepse besoj që shikuesit kanë dëshirë me të njohë pak më shumë kush është Fitoria. Në rregull atëherë, po filloj prej fillimit të karrierës. Kam fillu karrierën time si edukatore. Për 6 muaj kam punu në një institucion privat, në Prishtinë. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë e imja dhe një fillim i pjekjes së punës në Arsem. Pastaj prej aty jam pranu si mësimdhënëse klasore, ku për 3 vite kam punuar në shkollën Lëvish Gurakuqi në Sankët, në një fshat të komunës së Drenasit. Mirë po duke punuar aty, kam studiuar njëkohësisht edhe master të udhëheqjes arsimore, të cilën e kam përfunduar në vitin 2018. Dhe me njëherë pas përfundimit, do më thonë, o hap konkursi për drejtoresh në institucione qoftë shkollore dhe në institucionin parashkollor, i cili është i vetmi shtetëror në komunën e Drenasit. Edhe për shkak të studimit edhe që isha adekuate në drejtim, aplikova edhe u pranova si drejtoresh në qerdhen e shtetit, që a Partneria Drenas. Isha atëherë vetëm 26 vite, do më thonë mosha ime ishte 26, edhe për mua ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme. Isha e përgatitur për atë pozit, por me thonë drejten, dita dites edhe derisa e përfundova mandatin, ishte një farë pjekje, ishte një farë eksperience, cilën asnjëherë nuk e harroj. Kam pasur suksese të jashtëzakonshme. Suksesi më i madh mund të them që është vënia kur themelit të qerdhes së re, e cila tashmë vetëm ka filluar që 2 javë punën aty. Do më thonë me 15 mars 2021 veç ka fillu ngurthemeli i saj. Është një qerdhe me përmasa europiane që në Kosovë nuk ekziston qerdhe shtetërore të tillë, po edhe në shtete tjera nuk është me plan siç ka qenë.
Jam e kënaqur shumë që kam arrit që fëmijët me i ndryshu, Me pas një vend. me pas një vend më të mirë, sepse çerdja që ka qenë më herët aty ku unë kam punuar, domethënë ka qenë e punuar si ambulant, por është adaptuar dhe është kthyer në çerdhe shtetërore. Kanë qenë edhe suksese tjera që munden më identifiku për kohën sa kam punuar si drejtoresh. Unë e numëroj si sukses tepër të jashtëzakonshëm edhe me vlerë, bashkëpunimin e kam pasur tepër të jashtëzakonshëm me prindë dhe me stafin tim, sa që ka pasur shumë raste kur prindë kanë marrë nisma vullnetare, qoftë për një rregullim një balkonit, një murit, Çka i bën prindërit me bashkëpunu me shkollën? A është mikpritja që ofron ju sikur staf drejtuesi në institucioni? Unë mendoj se qasja e mirë është çelësi i bashkëpunimit të mirë, por edhe trajtimi i fëmijëve në mënyrën që ata dhe nashta se kanë prit për anës sime. Unë në institucionin tim ku kam punuar, nuk kam punuar vetëm në rolin e drejtoreshes, domethënë qasja ime ndaj fëmijëve ka qenë sikur të ishin fëmijët e mi, sikur të isha unë mësimdhënëse edukatore e tyre, saqë kur unë kam pasur mundësi edhe kohë të lirë, kam shku kam bë aktivitete edhe me ta, kam punu me ta, sikur të isha edukatore, kam ndru ato që kanë pas nevojë fëmia, domethënë nuk e kam kursi vetë. Pelenat, drejtoresha ka ndru pelena. Po, me fol shqip. Ka ndodhur që Akuzojnë të shikoja kanë pjek mafincat se po na ikin për na djegen. Mafincat e këshyra, duket gati shumë pak kamet për me i tregu shikuesve që janë bazë kështu po dokshin tepër të mira. Fitore ishe duke na treguar për sukseset që ti ke pas në shkollë në institucionin në Çerdhen, sikurse si ke qenë drejtoresh. Edhe na tregove që ke pas një bashkëpunim shumë të mirë me prindrit. A është kjo për shkak të seriozitetit punës tone? Apo cili është ai motivi prindërve me kontribu kaq shumë për shkollën, sepse kom dëgjuar që kanë marrë shumë shpesh nisma, kanë kontribu shumë për Çerdhen ku ju keni qenë drejtoresh. Me të drejtën e kanë pa dhe seriozitetin e punës time dhe dashurinë e jashtëzakonshme që e kanë dhuruar ndaj fëmijëve të tyre, saqë kur kanë ardhur prind ose me i sjell fëmin ose me i marr fëmin, fëmia atyre më kanë përqafu, më kanë puth, edhe ata kanë thonë që me insistimin më të madh ndodh kanë herë që neve prind na kanë edhe nuk na dhurojnë gjithë këtë dashuri që po ta dhurojnë ty. Edhe tjetra është që nashta i kam thy disa rutina, nëse kisha mujt mi qujt ashtu, që nuk kanë ndodhur nashta më herët në njëjtin formë, se nuk po them që s'ka pas aktivitete më herët, as se edukatorët kanë punuar shumë për secilin fëmijë dhe për secilin grup mosh, por i kam sjell disa risi që nuk kanë ndodhur më herët, për shembull bashkëpunimi me komunitete ndryshme, me drejtorinë e kulturës, rini dhe sport, për një qershoni kemi bërë shumë aktivitete ndryshme që aty nuk kanë pëlqyer jashtë institucionit, sepse më herët ishin zhvilluar po vetëm brenda institucionit. Kam pas bashkëpunim shumë të mirë me stacionin policor të Drenasit, ku shumë shpesh i kam çuar secilin grup mosh për vizitë aty. Kemi shkuar në për profesione të ndryshme si te frizeri, te robaçepsja, shumë profesione tjera që për fëmijët kanë qenë me interes dhe kanë qenë drejt për drejt të lidhura me aktivitetet të cilat edukatorët domethënë i kanë planifikuar paraprakisht, sepse unë kam pas çështje se kam pas edhe rolin e pedagogës në institucion, edhe domethënë kam pas çështje në plan programet e tyre, i kam planifikuar domethënë paraprakisht mbas planit tyre, edhe ku me realizu vizitën, edhe sinqerisht ka pas shumë efekt vizita jashtë institucionit, edhe ai kontakti drejt për drejt me aktivitetin që ata kanë pas me zhvillu. Domethënë teoria me praktikën ka pas shumë dallim, sepse fëmia në Çerdhe mëson përmes lojës. Patjetër. Edhe kjo është e di që ki shumë për ma tregu, po kisha dashur me të pyet pak edhe rreth studimeve. Çka ke studiu, që kanë shku studimet, kom dëgjuar që ke qenë bursiste, kisha pas qef shumë që ta me ndoa me shikuesit, sepse ka shumë nana që thonë unë nuk po mundem. Ndërsa ti je edhe një nanë shumë e zonja, po edhe një profesioniste shumë e zonja, edhe ajo që më tërheqi ishte që ti ke arrit me fitu 2 herë bursën. Atëherë po tregona pak modeste, studimet bachelor dhe master, sepse unë i kam 2 mastera të përfunduar. I kam përfunduar sa kam qenë vajzë, e pamartuar, e kam kryer bachelor studimin gjuhë dhe letër si shqipe, ndërsa masterin e parë udhëheqja në arsim. Pastaj e kam përfundu vitin e kaluar masterin e dytë, sepse më ka pas mbet si peng me përfundu edhe masterin e gjuhës dhe letërsisë shqipe, dhe kam përfunduar drejtimin mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Ka qenë sfiduese, ka qenë lodhje, ka qenë sfidë, e jashtëzakonshme mundem me thonë se kur je nanën e një djalit, është pak më sfiduese sepse djem se që dim janë pak më gjallë edhe më aktiv. Mirë po, dashuria e madhe për arsimin edhe për punën që unë e baj, më kanë motivuar që asnjëherë mos më ndale dhe po e kam fitu bursën e ministrisë, e kam fitu bursën e fakultetit, edhe për mua kjo nuk ka qenë diçka e jashtëzakonshme sepse edhe nivelet e parapraka i kam pas të njëjtin sukses, por çka ka qenë për mua shumë e mirë që unë kam qenë më e madhe në grup të studimeve, në drejtimin
grupin tim, edhe i kom motivu dhe ato edhe pse kanë qenë më të reja se one, me mësu edhe me ecë përpara dhe me marrë bursa. Do më thonë grupin tim prej 22 studentëve që kemi qenë grup, 10 studente kemi qenë bursiste. Qund, deri sa po knasa të shiu bisedën me ty, po shoj për këshyri o pjekën. Wow, sa tira ku kanë bua perfekt, shikoni. Veç me i po atë mira imagjinoni me shiu këtu. Po i servojna dhe ti shojmë që shkanë dala, që shpishojmë këtu ku kanë bua të mrekullueshme. Edhe që anë po shkoj me marrë temen, se këmë qitë pak ma shumë çokoladë. Fitore faleminderit, lumshin durt, po që ke bërë të sheshme qëto, e të mira, po më vjen mirë që edhe puna jote si në fakultet, domethënë si në arsim, si njëjtën profesionale, gjithmonë pas ka shkëlqy, njëjtë sikur ma fincat. Kisha dashur me përmbyll këtë intervistë të sotme me një mesazh për krejt ato vajza të reja ose për krejt ato gra ose femra në përgjithësi, të cilat kanë ëndra, po nuk vrapojnë me ndjek ëndrat e tyre. Çfarë do të më bëjnë? Nëse një vajzë don seriozisht me ndjek se cilën ëndër që asajna i vije në kokën e saj, asnjëherë nuk do të më heqë dorë prej asnjë ëndër që ajo e sheh. Pavarësisht çka na del rrugë. Pavarësisht se çka na del rrugë. Ato që na dalin neve në rrugë si pengesa, nëse dikush i quan, unë i quaj sikur suksese sepse të forcojnë më shumë. Janë shkollë për të nxitur. Llojin arsye për me vazhdu tutje me pa vetën sa efort jemi arrit rezultatin tim. A keni qef me pa që shërë dhe brenda? Që të shem pjek, fil. Po me keq që ata që shojnë s'kon mi hongër. Atë për gjithë ata që janë të interesuar munden pas recetës me i provu edhe nëse i përgatisin një vosh. Provoj edhe të një, faleminderit shumë, të lumshin durt. E na shikues të nderuar, me këto mafinca ju përshëndesim, e shihemi herave tjera. Faleminderit që na ndoqët.